është një princesh tetë e veçantë, nëse do ta krahasoni me princeshat e tjera, mbase edhe për shkak të lukut ndonjëherë disi modern që ajo zgjedh të përshfaqet. Charlene në fakt ka dhe një background jo fort të ngjashëm me familjet e tjera mbretërore. Nisur kjo që nga origjina e saj, duke qenë se është një princeshë e rritur në Afrikën e Jugut, kështu që edhe kjo e bën që ajo të jetë pak ndryshe, antikonformiste dhe tipike në llojin e saj. Më pas backgroundi i saj profesional ka qenë si një notare olimpike, kështu që dhe kjo e bën që ajo të dali pak nga kornizat e asaj klasikes që është gjithmonë brenda vijave dhe aq e rregull, por e bën që të jetë pak më moderne, më sportive dhe gjithashtu më minimaliste, por në të njëjtën kohë shumë antikonformiste, duke munduar të sjellë stilin e saj dhe origjinalitetin e saj në çdo prekje që ajo ka. Nëse do të shohim, ka gjithmonë veshje që janë të strukturuara shumë mirë, kemi ngjyra që përbërjnë tendencë, por në të njëjtën kohë janë klasike, pra ajo bën një ndërthurje shumë bukur dhe një kombinim shumë të mirë të dyja gjërave. Dhe shpesh herë kohët e fundit e kemi parë që luan edhe me stilin e flokëve, duke qenë se do ta konsideroja si të vetmen princeshë që ka flokët e shkurtra dhe ka tentuar që të eksperimentojë me lukun e saj. Por ama është shumë stil, dhe është ndaj thash edhe pak më parë, shumë moderne, sa hera herës edhe nuk ta jep atë përshtypjen e një princeshe, pra që të ketë një status të tillë. Nuk është ajo princesha tradicionale që ne zakonisht jemi mësuar të shohim, është shumë unike në llojin e saj, por mendoj që në të njëjtën kohë është shumë frymëzuese për të gjithë audiencën që e ndjek. E vërtet shumë. Shohim ndërkohë edhe fotot që na paraqiten në ekran, ku paraqitet me një fustan, i cili vjen me një pjesë kemi fustan pelerin, po, që e kemi parë shpesh herë dhe princesat e tjera. Ama me një ngjyrë shumë të ndezur. Po, është një jeshile që në fakt edhe nga ngjyra e ekranit që ne kemi këtu, e qel pak më shumë, po është ajo jeshilja e gjelbër në fakt që është një nga ngjyrat mbretërore që i shohim shpesh që t'i mbajnë princeshat apo mbretëreshat. Modeli është modeli tipik klasik i pelerinës fustan, që e shohim shpesh herë dhe në fustane që janë të ngushta dhe me vija dhe linja më mbas trupit, që vidh më ngushtë, me prerje më të ngushta. Kemi parë këtë lloj varianti dhe në xhaketa gjithashtu. Mendoj që modeli që ka përzgjedhur është klasik, kemi një kombinacion tek pjesa përpara që është e hapur, pra pjesa e fytit është e mbyllur dhe vjen pas qafës, pastaj kemi atë hapjen e vogël përpara dhe një hapje të vogël më pas, dhe pjesa e shpinës dhe e kurrizit. Që këto janë detaje dhe elemente që e bëjnë pak më ekstravagant, do të thoja unë, se sa natyrisht jemi mësuar të shohim këtë lloj modeli në mbretëresha dhe princesha, por ajo çfarë karakterizon është fakti që Charlene e ka sjell në variantin e saj, dhe nëse do të shohim prap tendencën e flokëve, kemi një topuz të vogël të shkurtër aty pas kokës, i cili është në fakt modern në të njëjtën kohë, edhe klasik, pasi e ka mbajtur me ato ondet e vogla, qoftë përpara që i ka lëshuar, qoftë pas, dhe është një tendencë që e sjell në variacionin e saj. Pra nuk kemi të ajo klasikja, siç tham, shumë e strukturuar, po e sjell ndërthurur me modernin. Nëse do të shohim dhe vathët, janë vathë që varen dhe kanë gura, nuk janë shumë të egzageruar, pasi tek pjesa e aksesorëve Charlene nuk e egzageron asnjëherë. Nëse do të shohim dhe ke pjesa e dorës, kemi një poket shumë të vogël që bie në sy pasi është dekoruar me gur, por jo e egzageruar. Bie në sy. Është minimalist. Ta tërheq vëmendjen. Po. Kështu që e ka mbajtur në stilin e saj të gjithë lukun, do të thoja. Bukur. Shohim foton tjetër që do ta paraqitet tani edhe do të vijojmë ta komentojmë, një princeshë e cila vjen gjithmonë ndryshe, dhe ndonjëherë duket edhe sikur të lë pa fjalë me lukun që ajo zgjedh edhe në takime të tilla zyrtare. Po, gjithmonë surprizon Charlene, pasi guxon jo vetëm me modelin e flokëve, por edhe me ngjyrën ka luajtur shpesh, e kemi parë bjonde, e kemi parë brune. Në këtë treshe, nëse do të shohim, ka përzgjedhur 3 ngjyra bazë që janë bluja royal, kemi të bardhën që ka kombinuar në një bardhëzi të stilit Chanel. Shumë e guximshme si veshje, Jona. Po, dhe kemi fustanin e fundit që unë atë do ta quaj guximin më të madh këtu, pasi është i gjithë i zi dhe në për të gjithë gjatësinë e tij ka një palet me 6 ngjyra, që fillojnë nga pjesa e sipërme dhe zbresin deri poshtë. Që mendoj kjo është një nga veshjet më të guximshme
për një status si që mban Charlene. Tek veshja e parë mendoj që është një përgjigje shumë e mirë dhe qëndron edhe protokollit, por dhe asaj shkon shumë, duke qenë me tipare të qelta dhe bjonde, ajo bluja e erët i ri shumë bukur dhe një kostum i kësaj natyre është një kostum që mund ta huazoj kushdo dhe ta ketë në garderobën e tij ose të saj, pasi dhe meshkujt mendoj që në këto tonalitet të blus mund të luajnë dhe mund të kenë diçka që është klasike, por edhe që nuk i del kohës. Nëse do të kalojmë tek veshja e dytë, kemi atë bardezin klasike, por që shohim që ka përbërë një tendencë këtu, pasi e kemi të veshur me golf, kemi dorizat e... Duket ka një paraqitje shumë veçantë. Ngjan pak aty veladonit në fakt, që është e drejtë ajo që thua, pasi edhe prerjen e ka të tillë që është shumë e strukturuar sipër dhe më poshtë vjen e lirshme dhe nuk është pas trupit, por ama kemi detajin e dorizave me lëkurë që kombinohen me gjithashtu me kapelen. Edhe një spil goxha të madhe, që mendoj që i përshtatet dhe tendencave të kohës, pasi kemi folur shumë shpesh për pilat që janë shumë të egzageruara këtë sezon, edhe i shohim në variacione të ndryshme. Nëse do të shohim detajet e aksesorëve, kemi vetëm vafat që i kanë mbajtur të qetë. Por mendoj që kjo bardezi vjen tipikisht në stilin e Charlene, pasi është shumë ekstravagante, por është klasike në të njëjtën kohë. Pra i ka dhënë atë prekjen e saj personale. Kapelja është një kapele që nuk e shohim shpesh herë në këtë kategori, pasi shohim kapele që kanë variacione më klasike dhe më të thjeshta, por kjo ka pjesën e prerjes tek pjesa e sipërme edhe ka një simetri në pjesën gjeografike, në pjesën geometrike që bën shumë bujë dhe thërret shumë në fakt, pasi prerjen e saj nuk e ka tipike të kapeleve që ne jemi mësuar zakonisht të shohim, por është një veshje që unë mendoj që është frymëzim, përbën tendencë. Bukur, kemi një foto tjetër që na është paraqitur në ekran dhe vjen me 3 paleta shumë të bukura, me 3 modele, me 3 fustane, ku asnjëra nuk i ngjan tjetrës, dhe bën është të veçantë. Ka një ngjashmëri me Charlize Theron hera herës. Po, sidomos tek foto e dytë do të thoja unë, është shumë e vërtet. Kjo është ajo çfarë karakterizon në fakt edhe Charlene. Ajo karakterizohet nga një look që është i ndryshueshëm vazhdimisht, edhe që i jep pasaj hapësirën të eksperimentoj, por edhe të frymëzoj me trendet të momentit. Mendoj që tek foto e parë kemi një bezh shumë të qetë. Nëse do të kalojmë tek foto e dytë, është i kombinuar ai silveri me të zezën që shkëlqen shumë. Dhe tek foto e tretë kemi atë të zezën kombinuar me një fustan shumë fin dhe elegant poshtë, që është tek tyli, por jo i egzageruar. Mendoj që në këtë treshe, Charlene është në më të mirën e saj, tek fustani i parë është shumë fin, shumë elegant, por kemi një fustan maxi i cili për përditshmëri do të thoja që është një nga gjetjet më të mira, pasi edhe ne mund të veshim një fustan të kësaj natyre, kemi kombinimi me të kuqin që feks shumë dhe duket, por flokët, nëse do të shohim, Charlene këtu i ka mbajtur në një stil klasik dhe shumë elegant. Tek foto e dytë, si që the dhe ti, na sjell shpesh herë në mendje Charlize Theron, pasi është ai modeli i flokëve të kapur dhe të ngritura pas, që asaj i shkon shumë, duke qenë se pjesën e bustit për shkak të profesionit të saj e ka shumë të mirë strukturuar dhe e ka shumë sportiv dhe këtë lloj fustane që kanë bustin jashtë. Duam pak të kemi pjesën e sipërme të formuar dhe të kemi një muskulaturë që vjen me elegancë. Është jumpsuit? Unë mendoj që është një fustan, por që ka një prerje. Po ndoshta mund të jetë dhe jumpsuit, pasi më duket pak si shumë i gjerë për të qenë jumpsuit, nëse do të ishte një nga këmbët një jumpsuit, mendoj që do të ishte një këmbë shumë oversize, por në të dyja variacionet, dhe nëse është e tillë, dhe nëse është fustan, mendoj që në staturën e saj, duke qenë elegante e gjatë dhe formuar, i shkon shumë bukur. Pjesën e sipërme kemi një bust të prerë lart, pra që është i drejtë, nuk kemi pjesë egzagerimi për sa i përket bustit apo dukjes pjesës së sipërme. Pjesa e poshtme të krijon atë idenë sikur është pak me transparencë, por ama nuk e ka transparencën, pra është një copë që është shumë e bukur pasi të krijon idenë e transparencës, por ama jemi brenda protokollit, nuk ka transparencë dhe asnjë gjë nuk duket aty. Mënyra se si është formësuar komplet pjesa e aksesorëve
është e përqendruar tek pjesa e sipërme dhe vjen edhe zbehet poshtë. Nëse do të kalojmë tek foto e fundit, mendoj që është një foto brenda protokollit, kemi një xhaketë blu të thjeshtë, e ka thyer pak me shallin i cili ka detaje të bardhës, bluzë të kuqes dhe mendoj që poshtë ka një fustan me një material të hollë, si ajo tutuja e balerinave që shohim ndonjëherë, dhe që e ka mbajtur të qetë edhe atë pjesë. Mendoj që është një dalje zyrtare, pasi dhe modeli që ka bërë Charlene tek flokët, që nuk është tipikisht i saj, ka një thurje pas, që është një thurje shumë klasike në një lloj modeli që vjen i kapur poshtë dhe kemi vetëm të lëshuar dy pjesët e valëzuara që asaj bien tek pjesa e parme e syve, po që është një model fin dhe elegant. Të qenit notare e ka ndihmuar për të pasur një fizik shumë të mirë. Mendoj që ajo është pika e saj e fortë. Duket, aq sa duket sikur ka dalë nga pasarelat, ë? Gjithmonë e shohim në top form Charlene dhe mendoj që kjo është dhe një nga arsyet sepse asaj i shkojnë edhe këto pjesët që ajo bën të guximshme, do thoja unë, apo ato modelet që ndoshta nuk kemi mësuar t'i shohim shpeshherë në këtë lloj rangu, por asaj i qëndrojnë shumë bukur pasi asociohen shumë mirë me fizikun e saj. Kemi një foto tjetër tani ku paraqitet krejtësisht sportive, me një stil sportiv. Po, kemi një casual chic që mendoj që Charlene e ka sjell në formën e saj më të mirë dhe shumë interesante. Kemi pantalonin e bardhë kombinuar me xhaketën blu të errët dhe pjesa e këmishës është në të njëjtën tonalitet, pasi e kemi me vija blu, po që vjen pak më e qelët dhe me të bardhë. Kemi një stileto jo shumë të lartë, ke 5 cm, nuk e kalon, pra jemi brenda protokollit tek pjesa e këpucëve. Modeli flokëve është ajo që godet dhe që më pëlqen këtu. Charlene vjen me një stil që është shumë i bukur dhe që më kujton pak edhe princesh Dianën këtu, pasi ka të prerjen shumë të strukturuar që qëndron bukur dhe kemi pjesën e ballukës që ajo është e gjithë loja që ka bërë, do thoja unë, të ky look, pasi qëndron shumë vajzërore dhe i jep një freskinë në të gjithë stilin e saj. Nëse do të shohim aksesorët, kemi vath shumë të vegjël, të cilët kombinohen me unazën që ajo mban, por jo të egzageruar. Nëse do të vëmërin gjithmonë në lookun dhe në stilin e saj të make-upit, Charlene është shumë natyrale dhe në këtë foto kemi një make-up shumë natyral dhe të pjesa e buzëve e ka mbajtur tek ajo roza dhe tonaliteti i lehtë. Ndërkohë që presim foton tjetër për të parë, ka kaluar edhe një moment para disa vitesh shumë kritik Charlene, një problem shëndetësor, por që shumë shpejt ju rikthye jetës së saj, ju rikthye statusit të saj, edhe më në formë se kur. E vërtet dhe në fakt shumë e kanë përfolur dhe kanë bërë polemika dhe për faktin se si ajo e kaloi me aq lehtësi dhe me aq naturalitet atë, pa bërë shumë drama. Shumë kanë komentuar dhe faktin që zakonisht sportistët i kalojnë shumë lehtësisht sfidat të kësaj natyre, pasi që duke qenë se janë njerëz që janë mësuar me disiplinë edhe me sfida në jetë, çdo gjë edhe sëmundjen e shohin si një sfidë, kështu që e marrin më me sportivitet dhe më me lehtësi. Por Charlene është shembulli i gjallë që vërtet kështu është, pasi u rikthye më e bukur se kurrë. Kemi ndërkohë foto të cilat do t'i komentojmë. Në foton e parë paraqitet me një kostum të zi dhe ajo që më tërheq vëmendjen janë ripat. Kemi kostumin klasik të zi, por të sjellë sipas stilit të Charlene. Kemi xhaketën edhe pantalonin e zi, kombinuar me ripat që ajo ka vënë mbi këmish. Këmisha e bardhë është e hapur tek pjesa e sipërme. Nuk kemi mësuar të shohim kështu në këtë lloj stili tek familjet mbretërore, pasi gjithmonë mundohemi që jakat të jenë të mbyllura, por mendoj që Charlene i shkon ky stil dhe i jep shumë hieshi. Kemi parë shpesh që Charlene luan edhe tenton të ketë dhe të huazojë atë stilin boyish apo manlish, që është pak mashkullor, siç edhe diva Chanel vazhdimisht e huazonte dhe vishte edhe tek vetja e saj. Mendoj që kjo vjen për shkak edhe të profesionit që Charlene ka pasur, pasi mundohet të miksoj dhe të mikloj gjithmonë gjëra që i përshtaten edhe i qëndrojnë bukur dhe me ato çfarë ajo sjell. Pra me naturalitetin e saj, duke qenë se ajo është një figurë që është ndryshe, nuk është njësoj si ato çfarë jemi mësuar të shohim masivisht, mundohet që të sjellë detaje dhe elemente të kësaj natyre. Nëse do të kalojmë tek foto e dytë, prap kemi një tendencë këtu, kemi atë veladonin që e shohim në kokë,
shpeshherë jemi mësuar të shohim ato zonjat e Sicilisë që mbajnë një veladon kur futen në kishë, të zi. Charlene e ka sjellë në stilin e bardhë, kombinuar shumë bukur me një palto treqerekshe, e cila është në një oversize, që është një prerje që nuk i mësuar të shohim shpesh të kësaj natyre. Dhe mendoj që fustani është në të njëjtën ngjyrë, pasi duket dhe pjesa që i del pak poshtë dhe sipër. Kemi një poket shumë fine dhe elegante në të bardhë, dhe kemi pjesën e poshtme që e ka veshur pa çorape dhe ka mbajtur të njëjtin stil le të këpucët, pasi kemi një nude. Pra ka krijuar një lojë monokromi tek pjesa e poshtme. Nëse do të kalojmë tek foto e fundit, është një palto e veçantë. Po, nuk është është kostum, është palto shumë me e sa veçantë. kuptoj, dhe ajo që më bën mua përshtypje apo më tërhiq vëmendjen është jaka e madhe e bardhë. Jaka shumë e madhe e bardhë, pasi është një jakë që përbën tendencë, por që bie shumë në sy dhe nuk është diçka e zakonshme për sa i përket stilit royal, por ama është një jakë që është shumë e mirë strukturuar. Nëse do të shohim gjithmonë se si guxon Charlene, pjesa e guximit të saj qëndron tek aksesorët, ke detajet dhe ke elementet. Por për sa i përket prerjeve, Charlene ka gjithmonë prerje perfekte. Edhe kjo palto ka një prerje që nuk kemi ku ta kapim, pasi është gjitha e strukturuar shumë mirë. Kemi pjesën e belit që është evident dhe elegant, kemi dy kopsa që shfaqen si aksesor, pasi bien në sy, por ama janë në të njëjtën kohë shumë të qetë, në ngjyrën e argjendit. Kemi detajin e dorezave të lëkurës, që e shohim që Charlene përdor shumë atë si një armë të saj për të ardhur ndryshe. Dhe modeli i flokëve është ai modeli tipik klasik, me atë baluken e ondëzuar dhe me val, i kapur poshtë, dhe kemi mbajtur të kuqen klasik të kuq. Pra është një stil fantastik, do të thoja unë, pasi është një kombinim shumë i bukur, i ndërthurur i klasikës, modernes, ekstravagancës, në më të mirën e saj. Që duhet ta ketë shumë të thjeshtë stilisti Charlene për të sjellë më të mirën e Charlene dhe në të gjitha rastet dhe në të gjitha variantet që kemi parë, i ka qëndruar shumë bukur çdo veshje, mbasi edhe për shkak të fizikut dhe të natyrës që... Po, mendoj që ka të thjeshtë punën duke qenë se Charlene është shumë e qartë se çfarë do, por në të njëjtën kohë mendoj që është një nga stilistët që ka punën më të vështirë, pasi duhet kombinoj modernen, klasiken dhe protokollin në të njëjtën kohë. Që janë të gjëra që nuk qëndrojnë lehtësisht bashkë me njëra tjetrën. Shohim foton tjetër ku vjen në foton e parë shumë e bukur, një stil që le të themi është një stil shumë i përdorshëm në përditshmëri. Po, dhe shumë frymëzues në fakt. Kemi këmishën e bardhë, që është një bardhë, si ajo e bardhë e dëborës, që na kujton shpesh herë, pasi është shumë e bardhë. Nëse kalojmë tek pjesa e fundit, është një fund që përbën shumë tendencë për sa i përket ngjyrave, pasi kemi një miksim të portokallis, të kuqes, të rozës së fortë, të ciklaminit dhe të mustardës. Pra janë disa ngjyra që kombinuar bashkë në këtë lloj kategorie nuk i kemi parë ndonjëherë. Që vinë bukur të lidhura edhe me këpucët e kuqe. Shumë bukur të lidhura edhe me të kuqen e këpucëve, që ka një lloj stileto që është slingback, pasi vjen te pjesa e pasme si sandale, pra që është e hapur. Kemi modelin e flokëve që ja ka dhënë të gjithë vëmendjen, mendoj unë, pjesës së sipërme të bustit, pasi janë të kapura dhe ka dy onde anësore të lëshuara. Kemi një vath dhe një detaj tek pjesa e aksesorëve që është një vath i varur shumë pak, por ama është shumë elegant. Mendoj që është një veshje që të gjithë mund të frymëzohemi dhe mund ta huazojmë në përditshmërinë tonë. Nëse do të kalojmë tek fustani i dytë, është një nga ato bordot që ne kemi komentuar vazhdimisht, si një nga ngjyrat e sezonit, por që është dhe një nga ngjyrat klasike që në çdo lloj kohe ta veshim, nuk i del moda. Charlene ka luajtur me pjesën e bustit, pasi kemi një vë shumë të madhe të hapur dhe pak shpatullat e dala dhe të rëna poshtë. Është një lloj modeli dhe një lloj forme që vjen klasik, nuk është i ngushtë, vjen i lirshëm. Nëse do të shohim copën, është një copë me shkëlqim dhe ka detaje shumë të vogla që i japin dritë atij, por nuk është i egzageruar. Modeli flokëve është 10 nga 10 këtu Charlene. Unë mendoj që ky është imazhi që Charlene njihet edhe duhet të mbajë. Po, është një diva e vërtet këtu dhe më pëlqen dhe make-upi, pasi duke qenë se kemi një model flokësh të kësaj natyre, shohim që pjesa e syve është pak më e theksuar, edhe kemi bishta që zgjaten më shumë dhe në tiparet e saj duken dhe qëndrojnë shumë mirë, dhe pra buzën e kemi mbajtur të qetë dhe shumë natyrale. Nëse do të kalojmë tek foto e fundit,
e shohim me një stil më vajzëror, më elegant dhe më i butë dhe më i qetë, duke qenë se pjesa e sipërme është një pjesë me golf, por ama është shumë fine dhe shumë elegante, kemi ngjyrën e bardhë, shohim tek pjesa e poshtme e fundit edhe fundore që kemi palat e korrentit që kanë përbërë tendencë për një kohë shumë të gjatë dhe janë rikthyer fuqishëm edhe këtë sezon. Modeli flokëve është i ngjashëm me një model më përpara, por është më klasik nëse do e shohim, nuk është aq ekstravagant. Dhe kemi pjesën e vatëve që janë të varura, por ama që lën të kuptoj që Charlene qëndron tek aksesorët e thjeshtë, pasi ka gurë që janë pa ngjyra, në një ngjyrë, dhe pjesa e duarve është e gjitha e zhveshur nga bijuteritë dhe është shumë e thjeshtë dhe elegante. Sot një personazh si Charlene është princesha e Monakos, e cila të gjitha stilet e saj duket se shkëlqen, një isht notare, por që për shkak edhe të fizikut mbase duket se çdo gjë i ri shumë bukur, edhe kanë goditur të gjithë stilistët me të. Faleminderit Jona që solle kështu një lloj frymëzimi mbase edhe për gjithë ata që na shohin, sepse në një farë forme me këtë që bëjmë, pra me rubrikën e ditës së hënë, sjellim më të mirën e modës, më të mirën e personazheve të ndryshëm publik, dhe do ishte bukur që gjithë secili prej nesh mbase të merrte ndonjë gjë edhe kështu në një farë mënyre rinovojmë edhe ndihmojmë edhe veten dhe garderobën, apo jo? Mirë, kemi mbritur në fund. Nuk e di se sa e vëmendshme ishe, se ishe përqendruar tek rubrika. Ishe ulur aty? Ishe duke jo vetëm e ulur. Pikturove gjë. Po praktikoja për të parë nëse mësova gjë nga ato çfarë na mësoi Rei. Tani prit se shumë shpejt Rei tha do disa kohë, disa praktika, kështu që do i marr me veten në shtëpi ato mitët e punës. Ishte kjo jatën e miq për ditën e sotme, uroj që t'ju keni kaluar sa më bukur, jam e sigurt për këtë gjë, por në qoftë se keni humbur ndonjë nga momentet, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet sociale. Ne do të shihemi patjetër. Ne jemi në çdo rrjet social, jemi në Instagram, na gjeni me emrin ejatene, na gjeni gjithashtu në rast se mungoni dhe nuk jeni përpara ekranit radio televizionit shqiptar, mund të ndiqni edhe në live stream, mund të hyni aty gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-it të RTS-s për të ndjekur të gjitha bisedat që kemi zhvilluar në studio, të gjitha tematikat po që për të cilat kemi folur, por mbi të gjitha edhe rubrikën e gastronomisë, të gjitha anvisat që duan të rishikojnë edhe një recetat, na gjeni në kanalin e RTS-s, në listën e programit Ejatene, aty mundet të na kërkoni. Mbi të gjitha, në qoftë se dëshironi të shikoni një bjonde dhe një brune teksa bisedojnë me profesionistë të fushave, klikoni aty. Ju urojmë kaloni një bazite sa më të bukur dhe shihemi nesër në orën 10:30.